Kryeministri Rama është takuar gjatë vizitës zyrtare në Turqi me presidentin turk Recep Tayyip Erdogan, të cilit i ka shprehur ngushëllimet më të sinqerta për viktimat e atentatit terrorist në aeroportin e Stambollit, duke u shprehur se Shqipëria është e përkushtuar në luftën ndaj ekstremizmit të dhunshëm dhe terrorizmit. Rama ka vlerësuar marrëdhëniet e shkëlqyera që ekzistojnë mes dy vendeve, ndërsa ka kërkuar nxitje të investitorëve të mëdhenj turq për të investuar në Shqipëri. Pas këtij takimi, ai është pritur edhe nga homologu i tij turk Bilal Yıldırım. Në konferencën e përbashkët për shtyp, Rama u shpreh se Shqipëria dhe shqiptarët qëndrojnë në krah të Turqisë në luftën kundër terrorizmit dhe e krahasoi sulmin në Stamboll, të ngjashëm me atë të Parisit dhe Brukselit. Dua t'ju siguroj ju si një mik i çmuar se Shqipëria dhe shqiptarët kudo ku jetojnë janë bashkë me popullin e Turqisë në këtë ditë hidërimi dhe ne jemi krah për krah me qeverinë tuaj në luftën kundër murtajës terroriste që vret dhe gjakos në emër një Zoti që vetëm me Zotin dhe me porositë e profetëve nuk ka asnjë lidhje. Kryeministri turk në fjalën e tij u shpreh se terrorizmi është i njëjtë dhe i dënueshëm nga të gjithë, ndaj ka vlerësuar ngushëllimet e popullit shqiptar për këtë ngjarje të rëndë. Shqipëria është gjithmonë pranë nesh, po ashtu edhe populli shqiptar. Kjo është një kënaqësi e veçantë për ne. Ne kur nuk mund të mbajmë qëndrime të ndryshme lidhur me luftën që duhet bëjmë kundër të gjithë këtyre organizatave terroriste. Në këtë vizitë të parë të kryeministrit Rama në Turqi, u fol për marrëdhëniet speciale mes dy vendeve, ku theksi u vu tek bashkëpunimi ekonomik. Marrëdhëniet me dy vendeve tona nuk janë vetëm marrëdhënie tregtare, por njëkohësisht janë edhe marrëdhënie marrëdhënie të bashkëpunimit ekonomik, të cilat arrin në një vlerë rreth $3 milion. Ne kemi mundësi që këtë potencial ta shtojmë sa më tepër. Potenciali për të bërë më shumë është jashtëzakonshëm. Ajo që ne ushqejmë për njëri tjetrin si popull dhe si vende, të mos jetë kaq herë më shumë se sa ajo që ne bëjmë realisht në pikpamje shërbimeve ekonomike dhe tregtare. Në nisje të agjendës së tij zyrtare, Rama ka bërë omazhe në mauzoleumin e Mustafa Kemal Atatürk, ku vendosi edhe një kuror me lule. Në këtë ceremoni ushtarake, kryeministri Rama shoqërohej nga ministri i Financave Ahmetaj, ambasadori i Shqipërisë në Republikën Turke Gengazheli dhe deputeti Bashkim Fino. Të njëjtën Rama do të pritet edhe nga kryetari i Parlamentit Ismail Kahraman.